Arsyeja tjetër është që këto dy lija, si të kemi parë delegacioni shpjegues, që kanë ndikuar me çekim, janë bita kilometra. Pra të dyja linja, nga kanë të dyja me kryq, janë bita kilometra, të cilat kanë takë në shkruaj të arsyet sepse fundi do të jenë bilet. Rritja e biletës është në rrymë ka realizuar këtë delegacion, tash edhe në qytetet, do kemi thënë bita kilometra. Një arsye tjetër të cilën mendoj, edhe shqiptarët të cilën kanë prodhuar këto projekte ka propozuar grupin e shqiptarë, e kemi edhe lista të shqiptarëve të shërbimorë, emrat e shqiptarëve të cilët kanë bërë propozim për ndryshimin e biletës së linjës urbane Kranj-Tira Split, por nga asociacione të tjera, absolutisht gjithë shqiptarët, por jo vetëm, sidomos shqiptarët kanë qenë bashkëtarë, duhet të jetë në mbrojtje të qytetarëve. Në çdo rast, mund të bëjmë hanë qytetarë, por ne nuk mund të bëjmë pafund hanë qytetarëve, por duhet të balancojmë ato të parë dhe mundësinë e bizneseve, se nëse biznesi do të lënë kanë mundësinë do të mund të kanë ose do ulitë të cilë shërbimet e tjerë. Pra, ne do të kemi qenë, do të jemi pafundësisht në mbrojtje të qytetarëve, por pa cënuar dhe bizneset të cilat do të shërbimet. Që nuk e di që propozimi është bërë nga Qata e transportit, nuk të gjikemi nga Qata e transportit. Po kërë të rëmindruar? Përshëndetje të gjithëve, unë jam të bashkëtorë të transportit publik, për në tashmën në Bëngër dhe përshëndetje të cilëja. Terë se që din transportit publik në kamë dhe të asociacionat në shërbim thelbësor për qytetarë, jo rëndësishëm dhe të mëzdojshëm, përdojnë nga kategoritë ndryshme të qytetarëve, të fshit limë, leqë dhe kategoritë shkjeve kategorive që përshqipën falës. Tashmë për këto është në bërë kërkesa në eksploatacionit të ndryshme, progres është në bashkinë kamë, të përshqen se jemi licencuar dhe marrë licencët respektive në bashkinë kamës. Ka vitën pak që nuk është ndryshuar çmimi i biletës, ndërkohë që kostot ndrysh kanë rritur me 50 apo më shumë %. Kemi krahasim me vitin e fundit që është çmimi i biletës. Për pak histori, çmimi i biletës për parë të ndryshuar ka dhënë saktë në vitin 2020 në 20 lekë.
është 50 lekë që bie rritën e 50% vlerës së saj kryesën e natyrit. Rritja e dytë është dhe fundit është në 1 shkurt të 2016, bileta nga 30 lekë shkon 40 lekë, rritën e 10 lekë, rritën e 33% të çmimit të saj. Aktualisht në vitin 2025 kërkon në rritje indeksim në çmimit të biletës nga 30 në 50 lekë, ku përqindja e rritjes është 28%, që do të thotë krahasim me vitet para 10 apo më shumë vitesh, përqindja e rritjes është më e vogël, pavarësisht kurseve të ndryshme operative të shtuara për operatorët. Operatorët për ka shtuar gjendën në një situatë vështirë ekonomike, pavarësisht se mundohen edhe munduar të kryejnë kushte sa më komode, duke renovuar flotën nga viti 2010 deri tani në 100% të flotës, të renovuar për të patur një jetë më të mirë, më funksionale dhe që të në shërbim më të mirë të qytetarëve. Në pikën ku jemi në pikën fundore të prekjes së kapitullimit ekonomik, nëse nuk do të kishin ndërhyrje nga institucionet lokale, kompanitë nuk do të ofronin, nuk kanë gjendje të ofrojnë shërbim mirë, nuk kanë gjendje të frekuentojnë frekuencat siç duhet, nuk kanë shërbim mjekësor, natyrisht ndërhyrja e institucioneve është për të shpëtuar transportin publik, sepse është një sektor mjaft i rëndësishëm, e krahas kësaj edhe zënxhiri që ata përfaqësojnë në atë që bëjnë është mjaft i rëndësishëm dhe më i domosdoshëm për qytetarët. Që shmaket kjo është propozuar dhe kërkuar nga ana jonë një analizë të thellë ekonomike të themi, rritja e çmimit të biletës me 25% asaj të çmimit aktual, dukshëm më pak se sa dy rritjet e përpara në vitin 2008 dhe 2010. Edhe periudha kohore është më e gjatë që ka rritur çmimi i biletës, pavarësisht se karburanti, pagat apo çdo gjë tjetër që më bën është rritur më shumë. Vetëm këto që pagat minimale në 2016 tani ishte 22.000, sot është 40.000 lekë, pritën në 2026 të 50.000 lekë, që i bie më shumë se 100% nga asaj që besojnë në 2016 për të shkuar çmimin e biletës. Këto janë disa nga aspektet ekonomike të themi dhe pika që kemi prekur ne për të komentuar dhe të shkuar ndihmën ekonomike në fakt për ta shkuar në butë. Kjo shërbim në qytetarëve të Tondrës, duke marrë se janë vetëm dy linja që janë edhe më të gjata, kanë një trafik të nënduar, kostot e karburantit që janë shumë më rëndësishëm dhe më e madhe e shpenzimeve tona, është shumë e lartë sepse trafiku i nënduar distancat edhe në kryen kushte jetë pa forca ekonomike për të përgatitur sigurisht. Faleminderit. Pa, shqiptarët, ju ka fjalën. Po zoti Buçi, Nderuar kryetar, nderuar këshilltar, unë jam një ndër anëtarët e Këshillit që ka firmos prapë çmutjes për rishikim të çmimit të biletës shërbim transportit kombëtar. Dy janë arsyet që unë kam firmos prapë. E para është se operatori është shkallë vështirësie se të lejnë proshek për ta. Para 10-12 vitesh bileta ka qenë 40 lekë, vazhdon të jetë 40 lekë. Para 12 vitesh nata ka qenë 1300 lekë, sot është nga 3.000 lekë, 1.900 lekë. Arsyeja tjetër është ofrimi i shërbimit për qytetarët. Çfarë kuptoj me shërbim personalisht? Në shërbim kuptoj përveç mjeteve komode që e ka për detyrë dhe ekonomi të kush, që plotësojnë kushtet, kriteret, ofrimi i shërbimit me abonem, që mund të ketë abonem javor, 15 ditor, mujor dhe ditor. Ky shërbim duhet, gjithë kemi shtëpi jashtë, e marrim, është shërbim që ka kosto, ne që jemi pa abonem kushtim jashtë, ka thonë bileta 2 euro për të ikë autobus, për të vjedhë nga lagje e qytetit tjetër. Kështu që unë, kjo ka qenë rëndësia, këtu nuk jam as që të luftoj kompaninë, operatorin e shërbimit, as që të dalim kundra qytetarëve. Por në 20 lekë tjetra, shërbimi i 10 km rrugë për Tiranë-Kamës është i vështirë për të bërë, kur do që të jetë firma që mund operon ndaj. Kjo është arsyeja dhe modaliteti i provës, punë për rishikimin e çmimit, se cilat do jenë tarifat e vlerës. Faleminderit. Desha t'ju pyes rritja e biletës me 25%, a do përkthehet në cilësi shërbimi për qytetarët dhe du të gjej disa shqetësime qytetarëve që mi kanë rritur për disa muaj me radhë. Një ndër problemet është blerja e aboneve, ku në sportele ka radhë të gjata dhe shpesh e ndodhin edhe ngjarje sherrë dhe probleme. A do ketë, me qenë se do rritet bileta, a do ketë nga kompania cilësi i shërbimit për qytetarët,
dhe lëvizje më të shpejtë të autobuse për arsye se pse në stacione krijohen shumë njerëz nga lëvizje nga datë, sidomos në mëngjes dhe në oraret e pasdites. Faleminderit. Faleminderit. Se shikon di kontrata, është bon biznes, ama kompania të shërbim, ka të përcaktuar në kontratë. Nëse do të rritë kontratë për gjë tjetër, por mos vështrimi, mos respektimi kontratë në diçka tjetër. Ju e keni që nuk të do kontrata, apo nuk të shkruar në kontratë. Ku konsiston pyetja juaj? Pyetja ime konsiston në shqetësimin e qytetarëve, që ndesh, domethënë, që takohemi dhe mbi shprehje të shqetësime, dhe pyetja e ndërruar zoti kryetar ishte për ju, ishte për profesorët e kompanisë, që sa ai është profesor kompanie. profesor shoqat. Okej, Për ta observuar, unë jam dashur kryetar shoqat transportit publik, unë jam përfaqësues i sektorit transportit publik, jam në kompania specifike. Në fakt, operatorët e drejtë të përgjithshëm janë operator privat, natyrisht çdo moment dhe çdo kohë, ato janë shërbim qytetarëve që përshtaten një shërbim më i mirë, në të ardhur më shumë për kompani edhe një përmirësim i kushteve të autobusëve të qytetarëve. Rrollat e abonentëve në fakt janë për ta sqaruar janë vetëm dy ditë, sepse ashtu nxirren nga drejtoria e përgjithshme të tatimeve dhe nga letrat me vlerë. Ne kemi kërkuar shpeshherë që të dalin në mes muajit, atë nxjerrim në fund muajit, por ta mund shtrihen në kohë, nëse do të bëhet kërkesë nga bashkia, mund shtrihen në kohë dhe abonent dalin në vetëm për 2 ditë apo 3 ditë. Natyrisht me këto ekonomike që kanë pasur operatorët, siç e theksova nga 2010 deri sot kanë ndryshuar pronërisht edhe 100%. Nëse do të indeksim çmimin e biletës, padyshim shërbimi do të jetë më i mirë, sepse janë mjetet e mbyllura, sepse kemi të drejtë në zonë kontakt 20%, apo më shumë flotës do të arnovojmë çdo Faleminderit. Këshilltarët edhe po. Një pyetje shumë të shkurtër. A ishte mundur hapja e disa sporteve të tjera në disa spika në bashkinë Kanës për marrjen e këtyre abonentëve, pasi më sa kanë vënë re, vi njerëz nga pasaportani batoria këtu në Kanës për të marrë. Ndoshta do evitoheshin këto varrat fluksi dhe shumë zënë kanë që të hapeshin të paktën të pika tjera, është e mundur kjo? Natyrisht janë pika shëndetësore sa punon në qendër të Tiranës, ka në Botë. Një 3-4 pika që shëndetësore punon. Nëse do të jetë nevojshme do të rritet numri apo do të ndërhyjnë në autorizimet për kazën e institucionit, padyshim që ne jemi gatshëm të kapim sportive që mos bëhen vrasje. Për shërbim qytetarëve si thuhet, por siç e theksova, ndalja e abonentëve duhet të ndesë personat në formë përpara se sa të vëmë. Faleminderit këshilltarët. Basha. Përshëndetje zoti kryetar, përshëndetje të nderuar këshilltar. Sigurisht që unë jam një nga ato këshilltarë që kanë përmosur këtu për të rishikuar indeksimin, jo rritjen e çmimit. Sigurisht që pa përkthyer në përqindje, 20% ndoshta nuk lozim me këto terma dhe do duket shumë, por nuk jam as kundër, pra, edhe ky projekt për të parë dhe për të rishikuar çmimin nuk është kundër qytetarëve, do besoj që është edhe në ndihmë, nëse do kemi një ndërprerje të kësaj linje, qoftë edhe për një afat të shkurtër, 2 ditor, 3 ditor, në formë që kompania mund të kërkojë që ta imponojë rritjen e çmimit për shkak të kosteve të larta, do ishte më mirë që ne ta rishikonim dhe ta diskutonim, dhe është diskutuar edhe në komisionin përkatës, edhe kryetari i komisionit nuk e di ashtu, por nëse është mund të shpjegojë edhe ai që pra është para arsyeshme me qëllim që qytetarët gjithsesi të marrin një shërbim cilësor. Unë jam i bindur dhe jam nga ato që ndoshta jo për çdo ditë, po e kam frekuentuar dhe e frekuentoj dhe linjën, për sa i përket lëvizjes është nga linjat më të mira dhe kjo është pranueshme se edhe nga të tjerë që kanë aksesuar këtë lloj linje. Shërbimi është i shpejtë, pastaj flota është rinovuar, por indeksimi i çmimit është i domosdoshëm, paktën sipas asaj çfarë na është paraqitur, për shkak të kostave të larta, rritjes të pagave të karburantit, kostave mirëmbajtjes dhe parashikimi edhe i rritjes së pagës minimale edhe në 2026 paga minimale nuk do jetë më as sa që është sot, po do jetë 2.500 lekë për vjetra. Kështu që gjitha këto janë parë si arsye tim për të quar në një vendim të cilin bashkiaka apo një propozim
për rritjen e çmimit me qëllim që mos kemi ndërprerje të transportit, mos kemi problematika në drejtim të furnizimit të qytetarëve me lëvizje nga Tirana Kaullë dhe Kaullë Tiranë. Kështu që ky ka qenë dhe arsyetimi pse ne kemi menduar që të rishikohet dhe të indeksohet çmimi i biletës. Besoj që me 100 lekë bjeta sigurisht që është kosto për qytetarët, por do jetë më kosto nëse do të dali jashtë funksionit dhe bashkia është pamundur, besoj unë në logjikën time, për të ofruar një lëvizje alternativë në mungesë të shërbimit aktual. Mendoj që vlerësova nuk ka ajo në votim. Kush është shtat? Po, kundra? Kundra dhe kundra? Po, abstenim? Nuk ka, miratohet. Vazhdojmë me projektimin e radhës. Projektim numër 61 ka 12/9/2025 për ndryshim në rregullat numër 119, datë 19/12/2024 për miratimin e detajimit të buxhetit për vitet 26, 27, 28. Në variantin natën ke mikrofon aty. Ose ke mikrofon e ke, nëse jo, po të ose ke mikrofon po aty, sa të Ky është ndryshimi i fundit që bëhet për këtë vit. Në vitin 2025 ne nuk kemi pasur ndryshime, është tretë ndryshim që bëhet në vendimin e ndryshimit. Në motivin në buxhet datë në 2024. Se ky vendim, ajo që është vlerësuar, dhe shoh se është në rekonstruksion shkolla Toni Kokacori dhe për këtë duhet të fond për transportin e nxënësve. Kjo është aprovuar në shumë është kërkuar për miratohet në shumë rreth 2 milion lekë. Shkolla Toni Kokacori është në përfundim të sipër, ne në fakt kemi parashikuar një fond për periudhën deri në muaj dhjetor të vitit 2025, por kjo me vënje në punë, me vënje në funksion të shkollës Toni Kokacori do punë. Dhe për këtë janë dhe disa ndryshime të tjera, se pagat dhe ndërmarrjet, të cilat nuk kemi dhe trashëgimive të momente janë që organizuar nga qenimet. Për një rinko. A ka 3 vjetra, në miliona, nuk se kisha menja, nuk e pa. nuk ka pyesje dhe Ka bëjnë në viti, nuk e fol vetë. A ishte edhe muj anë vit? Jo, është për 3 vjetra. Sa ishte? Më falë, 2 milion lekë është për transportin e nxënësve dhe gjithmonë kemi me 3, ka 3 vjetra gjithmonë. Në vit. Është për periudhën, është marrë numrin nxënësve, e tarifën të cilën e ka përcaktuar ministria, e muaj. Këtë e shkërkuar një shkret drejtorisë tatimore. Dhe ato në ka shumë në shonin e... Qofse e një njerëz që ka thënë shumë vite, ka 2 vite që kanë qenë shkolla dhe në ndërtim, po edhe ndërtim edhe koncepcion dhe kanë vitë. A ka spi jo ku ka shkolla të tjera? A ka spi shkolla? Po shkolla po jam ka një. Kam vjen me futbolat të sot, kam vjen bosh. Shkolla e herë sa kur tani ka 2 javë. Po ti ku je po? 1150 çano. Kanë. Ato do të kuptohet ka. E di e kanë, ti do për vetë. Dy rehat që ndua më. O për zonë. A shkolla mia, se ti je program mia. Mirë, edhe do të kundra nuk ka abstenim, nuk ka miratohet. Vazhdojmë të projektimin e radhës. Projektim numër 6 ka 12/9/2025 për miratimin e përveçërisë të
ja patur parasysh përgatitja e dokumentit të rishikuar të programit apartamentet, ku në të përcaktohet, kjo quhet si faza teknike e përgatitjes së buxhetit vjetor, për shëndim dhe të buxhetit vjetor për vitin 2026. Faza e dytë e PBA e projektit të apartamentet konsiston në rishikimin e propozimeve për strukturat e programeve, ekipet e programeve, deklaratat e politikës të programeve, informacioni bazë i programeve, buxheti i vitit aktual, merret gjithmonë parasysh tavanet e bazë, tavanet e programeve, projektet e investimeve. Gjithashtu, buxheti përfundimtar apartamentit për periudhën 2021-2027 do të paraqitet në Këshillin Bashkiak, e cila quhet faza e tretë dhe përfundimtare në muajin nëntor të vitit 2023. Dhe nga periudha që ne aktualisht do të miratojmë fazën e dytë, jemi akoma në kohë, nëse ka ndonjë ndryshim, jemi në fazën që mund të bëjmë akoma ndryshime tek buxheti përfundimtar. Në total, mund të them disa shifra, buxheti për vitin 2026 është parashikuar 5 miliard 475 milion 573.573 lekë, po kështu ka me një rritje të vogël për vitet 2027-2028. Te kjo shifër përfshihen transfertat e pakushtuara që vijnë nga Ministria, transfertat sektoriale si dhe të ardhurat e bashkimit. Pjesën më të ardhur, më të madhe të këtij buxheti e përvojnë të ardhurat e bashkimit, rreth 70% e totalit të buxhetit mbështetet tek të ardhurat e bashkimit. Dhe 30% janë transferta ku përfshihen transferta e pakushtuar dhe transferta sektoriale. Tek transferta sektoriale janë transferta për arsimin para universitar, para shkollor, ulitja dhe rregullimi, MZSH-ja dhe menaxhimi i mbetjeve urbane. Faleminderit Sultan. Ka kushtuar pozicionin e shtatëtarësit. Nuk ka edhe më tepër kush është për ato ekzekutive? Pa, kundra? Nuk ka abstenim, nuk ka miratori. Projektim numër 63, nga 18/9/2025, për miratimin e familjes përfituese nga programi social strehimi, banesa QA sociale në QA, të apartamentet përfituar në buxhetin sektorit privat. Përshëndetje nderuar kryetar, përshëndetje të nderuar anëtar. Po paraqes para jush projektimi që ka të bëjë me miratimin e një familje përfituese nga programi strehimit social, banesa sociale me QA, ka apartamente të përfituar nga kontributi i sektorit privat. Në mbledhjen e paraqes kemi miratuar miratimin rregullor për administrimin e banesave sociale, që kishte të bënte me programin e strehimit social, banesa sociale me QA. Në kuadër të zbatimit të dispozitave që ne kemi referuar në 22/2018 për ligjin e strehimit social, Bashkia Kamës ka vijuar vazhdimisht punën për identifikimin, gjithashtu edhe vlerësimin dhe përcjelljen e familjeve në nevojë, që përmbushin kriteret për të përfshirë në një nga këto programe, siç është banesa sociale me QA apo edhe përfshirjen në borsën e QRA-s. Procesi është kryer gjithashtu nga Komisioni i Strehimit dhe kemi vendosur dhe dokumentacioni i paraqitur nga fituesja zonja Lindëtit Bala, dhe duke referuar gjithashtu edhe sistemi të fiksimit, është përcjellur për të qenë pjesë e këtij apartamenti të përfituar në kuadër të nenit 19 të strehimit social. Dua të theksoj faktin që zonja i ka përmbushur të gjitha kushtet ligjore dhe gjithashtu edhe sociale ekonomike që duhet referuar legjislacionit në fuqi, duke parashikuar në nivelin e të ardhurave, në gjendjen e banimit, në përbërjen familjare dhe gjithashtu edhe në kushtet sociale ekonomike që ajo ka. Dua gjithashtu të riteksoj edhe vazhdimisht që ne kemi mundësuar edhe mobilimin e banesave sociale, duke kontaktuar gjithashtu me organizatat jo fitëturëse dhe na është mundësuar edhe mobilimi për këtë banesë. Nëse ka ndonjë pyetje, unë jam i gatshëm për bashkëpunim. Unë e kam. Lidhe me këtë banesë sociale. Po, patjetër. Sa lidhje ndërtimi ka dhënë Bashkia dhe sa ka përfituar komuniteti i Komsës? Po, patjetër. Atëherë Se si e këto, se unë di në këtë moment di se as lek nuk keni hartu dhe as banesa sociale si një dhënë. Vendimi kështu ministra as se 0% që të lejë banesa sociale. Atëherë të lutem. Ose mos i rrejmë atë po, se ne na pyeti ku dorëmish. Po, patjetër. Atëherë ja të japim përgjigje.
referuar aktualisht ne kemi përfituar 2 banesë nga kontributi i sektorit privat, ne kemi përfituar 2 banesa që janë konkretisht në metra katror 95, gjithashtu edhe 100 metra katror. Një aktualisht është 95 metra katror që përfiton zonja Lindëvit Bala dhe jemi në proces për harkimin dhe gjithashtu edhe kemi kontaktimin për mobilimin e banesës së dytë të sociale. Okej, a kemi ne këtu kemi hartu lek 0,3% apo kemi fis një sekundë lutem ose kryetori i bashkisë unë na ka thonë se i kam dollar gati. Të lutem që kena drejt më shpejt edhe. 0,3% i banesës sociale. Ashtë marrë nga letë ndërtimit dhe kush ka... Po çfarë, ç'na vjen kjo? Çfarë vjen kjo? Ç'na vjen kjo? Mos e rënë ato jashtë, mos e rënë. U sa do ti më rënë urë ti do. Sa ardhrat nga 3% që pistërimi, vetëm për perioda nga janar 2025, janë në shkullon 509 milion 506.585. Ndërsa janë të trashëguara përveç tyre, edhe 320 milion të tjera të aktuara për vitin 2024. A i kinezia ti përdor për fushat, nuk e di. Kinezia e përdor për fushat. Kisha një qonë për biljet, ju lutem për një biljet. Si lek? I po se do. Ka kush probleme të shtatë për paqartësia me lidhje me projektin. Keni zonë të tjera. Dëruar kryetar, lutem që programemi vetëm Kundra, nuk ka abstenim, nuk ka miratorë. Vazhdojmë në projekt vendim. Jo, unë po e di se një ka partitur. Projekt vendim numër 24/8/2025 për dhënien e ndihmës ekonomike të familjes nevojë nga buxheti i bashkisë dhe nga fondi 6% i blok ndihmës ekonomike. Ka kush në pyetje? Po, kundra, nuk ka abstenim, nuk ka miratorë. Kalojmë në projekt vendimin e radhës. Projekt vendim numër 65 nga 18/9/2025 për miratimin dhe kriteret e administrimit të parkimit rezidencial dhe pajisjes me kartë rezidencë në bashkinë e Kamës. Po, drejtoria. Agregata residente do cliente do direito do governo do secretário para ter acesso para a banheira da vida da zona qual o direito da residência. Seguro estado de critério, seção de critério administrativo do parquinho, durante a sua regulamento, deve participar da município, questão de secretário de campar, de qual, na sua delegação dos direitos da taxa de valor, do dia de vista documentação do secretário normalmente de parte da për të pajisur me mjetën e identifikuar të kartës së rezidentit. Fillimisht është implikuar vetëm në një zonë, por zona e parë, zakonisht, çfarëdhënëse zona e administrimit të parkimit, cilat do të jenë në Kamës. Do të thotë se fizimin në detajin, në Tereza, në rrugën Berisha dhe rruga Manhattan dhe rruga Londër. Do të jenë ato rruga të cilat do të kenë akses shpejtar të pajisur në kartën e rezidentit. Do të jetë rruga Angulika, rruga Nordroce, rruga Nordroce dhe rruga Gjeneva. Paralelisht gjithashtu edhe sigurisht për vendimit të progjektit të jashtëm të tasikoj, është edhe pjesa e verës garike, të cilat shumë në të vetranë. Që do të thotë praktikë në do të jetë një afat dëshpërgjeni, që shajtë në fazë të rinovohet. Po, qëtare? Po, Dje se ne diskutuam në komision, po gjithsesi kam nevojë për një seri. Do bëhet kjo për atë zonë, po ka ndonjë informacion se sa banorë në atë zonë mund të jenë pa dokument banimi dhe mund lindi ndonjë konflikt në vonë që
kërkojnë pajisje nga kartë rezident edhe nuk kanë dokumentacion për shtëpinë aty, ndërkohë që mjetët që disponojnë si do... Atëherë, fotoveçëria për sa i përket kërkimit vendimit dhe aniksi i dytë janë disa kriteret të cilët qytetarët do t'i plotësojnë. Duke nisur nga përfitimit në bandim, që tregon që ai qytetar që është interesuar për të pajisur të mik identifikimit, duhet të jetë rezident në atë zonë, do të jetë kontrata e qiratë në momentin që ai aty është me qira, ose do të banesa është në proces legalizimi ose certifikati në momentin që ka të konsiderohet banesa ku ai është. Kemi pasur procesi legalizimit, është shumë banor që janë proces, në kanë të rregull dhe tani do të thotë të gjithë këto qytetarë të cilët do të pajisen do të jenë këto kriteret të bazë. Në momentin që këto një nga këto kriteret të bazë, dhe mungohet sigurisht që edhe pajisja e tyre do të jetë pamundur me kartën e rezidentit. Okej, besimtar tjetër, ka shqetësim tjetër? Nuk ka, edhe votim kundërshtar? Po, kundra? Nuk ka, abstenim? Nuk ka, miratore. Regjendimi numër 66 datë 18/9/2025 për disa shtesa në vërtetën numër 120 datë 2025 për vratimin e taksave të tarifave vendore në Shqipëri. Ka të bëjë me ato që shpjegoi dhe nuk ka abstenim. Kundravaqe administrative dhe sanksione që vendosen për në territorin e bashkisë Kafshës. Po. Ajtori. Ka bëjë me? Pa. Dhe një pyetje se dhe drejtoresha aty po ka dhënë përgjigje. A ka filluar procesi i mbledhjes gjobave me sistem apo nuk mbledhen? Kjo është ideja se mund t'i vendosin gjoba dhe thjesht kalojnë si proces të mbartura dhe nuk Për shembull Rafal Jordi se fali më burr, Bilesa për pajim. Do mos bëjmë zonë që ma ku për jo, është e rëndësishme se nuk ka edhe votim kundërshtar? Po, kundra? Nuk ka abstenim, nuk ka miratore. Mbaruan në përvendimet, kemi një informacion për këshillit në shkak nga raportin të mëdhërimit të zbatimit të buxhetit kampionore të dytë të vitit 2025 dhe Resha. Monitorimi është realizuar nga përdorimin efektiv dhe transparent të fondeve publike, si dhe për të identifikuar sfidat dhe nevojat për përmirësimin dhe menaxhimin financiar. Për periudhën janar-kushte vitit 2023, u realizuan të ardhurat në masa 91%. Gjithashtu kemi realizim rreth 70% të shpenzimeve.
shpenzimet janë realizuar, shpenzimet më të mëdha janë realizuar nga ndërmarrjet e bashkisë. Gjithashtu kemi presim që të realizohen gjatë kësaj periudhe të gjithë planifikimi i shpenzimeve që janë realizuar për investime, të cilat do të shkojnë deri mbi 90%. Realizimi i investimeve për vitin të parashikuar për vitin 2023. Faleminderit. Kalojmë tek pika e fundit e ndryshme. Kush e do fjalën nga shqiptarët? Po do të është problem gjatë kohës së shirave, janë blokuar të gjitha ato kanalet. E pa ta ngrit problemeve kur ka rashë i të rallë, dhe nuk e di se sa e kanë dhjetë bashkia, po ka pas përmbetje shumë. Ju lutem, me pas mundësi me i pastrua ata posetat, do t'jetë një gjë e mirë. Kështu, posetat direkt. Para pak vitesh, ka qenë për dy gjithë valia si gjithë janë, tash normalisht do të tentojnë të përmirësojnë më shumë. Ja, edhe të punë do të pastrojnë, absolutisht shumë. Shërsimi do të shkojë këtë do ja përkasë. Do të provoj të nuk është do të provoj po do të kuptoj. Unë kam një shqetësim herë nga njerëzit që punojnë kohë. Si më kemi kërkuar votën, që na bërat mirë ose zonja të mira zonja. Do të çdo shqetësim do ta kemi marrë. Policia shtetit, shqiptar, sidomos rajoni i Kosovës, i ka kërkuar komunitetin e Kosovës dëgjova. Ka makinë si merr 3 bandit 14.000. Ju, ato kërkojnë, ato kanë kërkuar diçka vandim. Do t'i do këta kshiullit. Po ata kanë mirë. Me shokët me kolegë, që ti bëjsh një relacion. Kom shatit, kom zotëria, po pini, ku shko, ku a që mushka të rrutër. I mytën orla, merë dhe është i mytën. Dhe anverë, se ti nuk djekë korrizi. Ka njerë se s'ka se shmirë, mësë. Po jo ma vla, se ti në është me mërë një diska për të shka jote, e këtë një gjokë prakim për dim, në raja, ku që jetë në orla. A kemi drejt nga mi që një relacion, kom shatit pasës? Okej. Ata ngrej edhe një shqetësim tjetër, edhe një shqetësim të marrë edhe unë, jemi ke pika. Shiko tani, ne dalim gjesën punë punë, parkim dopjo, me zo shkojmë punë, me zo vinë nga punat, me parkim e dopjo. Le t'i shkrim gjoba dhe policia bashkiake ka shma mirë, filloj me shumicë. Jo bashkiake, po të shrejnë. Edhe bashkiaka filloj me shumicë. Ti mjera, ti mjera. Jo ku të mjera dhe, e qështu si kini mirë, po ju mirë, një lek bilet. Mirë, ja të zërë. Kushtyen rregullat i përgjigjet gjithmonë përgjigjet ligjit. Para ligjit i gjithë të barabartë. S'ka mjell, s'ka atë, të gjithë jemi të barabartë. Çdo njeri të respektojë. Ti vish me bu gjokë në komë, mos s'ka si vagin. Po. Nëse policia bashkiake automatikisht kemi shumë ndërgjegjësues se sa ekzekutator fantastiku. Ja kemi pasur kërkesën që të jetë ato tolerancë, shiko, jobat janë vendosur I ban vetë që diku mësat, ngrohtë që mësat trovi i fatori. Qëse trovi, aty ajo. A trovi, vetë. Ora keni përhamu ju me. Ora, çonja zoni mos e veni ne se ato do të kemi prap. Keni me dëm, me di.